Befas, shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor. Kryeministri Edi Rama nisi ditën me një video mesazh në rrjetet sociale ku i ktheu përgjigje qëndrimeve të shoqatave të gjyqtarëve në vijim të përplasjes publike mbi kërkesën e tokave të zeza në gjykatën kushtetuese për rritjen e pagave për çka kreu i qeverisë është shprehur kundër. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën. Kreu i qeverisë shprehu irritim, jo vetëm me kërkesën dhe arsyetimin e shoqatave të gjyqtarëve, por edhe me reagimin për trajtimin e çështjes sipas tyre me qëllim linçues. Tymnaj populiste e krijuar dhe e shpërndar me qëllim linçimin e gjyqtarëve. Dini çfarë është linçimi? Mund t'ja u them unë sepse unë e kam provuar linçimin. Duke marrë një për një pikat e reagimit të tokave të zeza, Rama thotë se shoqata e gjyqtarëve arriti në pikën që të sulmonte publikisht qeverinë dhe kryeministrin. Për cilën përbajtje kryeministrore, publike dhe mediatike tërësisht histerike, si guxoni ju të vendosni etiketime të tilla duke qenë arbitra, duke qenë përfaqësues një pushteti i cili duhet të hesht në publik dhe duhet t'jap vendime në sallën e gjyqit midis palësh, të sulmoni publikisht kreun e Këshillit Ministrave, të sulmoni publikisht media dhe t'i akuzoni të gjithë për histeri. Kush jeni ju? Kreu i qeverisë përmendi me shembuj konkret kërkesën e gjyqtarëve për rritje të pagave, që sipas tij përfshin edhe të shkarkuarit nga vetingu dhe argumentoi qëndrimin për llogarinë që në fund i shkon buxhetit të shtetit. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Kryeministri thotë se me këtë kërkesë në kushtetuese gjyqtarët po kërkojnë të ndërhyjnë në ligjin e pagave. Doni të jeni ligji. Duke vlerësuar spakun që nuk ju bashkua kërkesës, kryeministri argumenton se prokuroria dhe gjykata e posaçme duhet të kenë përparësi përpara të tjerëve. Ajo është një strukturë e përkohshme e cila ushtron një mision. Si titulari një pale në proces, kryeministri tha se dy shoqatat që bën kërkesën kushtetuese nuk janë në zbatim të ligjit. Nuk keni paguar detyrimet tatimore dhe nuk keni paguar kontributet shoqërore. Ju si shoqat. Kreu i majorancës më tej thotë se qeveria ndaj secilës gjyqtarët ankohen u dha tokave të zeza diçka që e kishin ndëruar. Kur nuk e keni parë ju më parë këtë pavarësi? Gjykata kushtetuese shqyrtoi në 20 janar kërkesën e shoqatave të gjyqtarëve për rritjen e pagave, ndërsa kreu i qeverisë ka paralajmëruar ilaçe të tjera në rast se vendimi ligjëron atë që ai cilëson një turp kombëtar.